Për Shkëlzen Gashin, ushtria qlirimtare e Kosovës është manipuluese. Në një intervistë për mediumin spanjoll El Salto më 21 mars, ai lëshoi akuza të rënda që godasin direkt themelin e shtetësisë sonë. UÇK-ja ka manipuluar luftën dhe kujtesën e saj për të ruajtur kontrollin e saj mbi pushtetin. Meqense supozohet se e shliruan vendin, ata besojnë se kanë të drejtë ta sundojnë atë dhe të justifikojnë korrupsionin e tyre përmes terrorit. Përtej deklaratave të Gashit, fakti historik mbetet, UÇK-ja ishte ushtria guerile që nisi rezistencën e armatosur. Ajo ishte përgjigjja ndaj spastrimit etnik të Serbisë. U bë partneri kryesor i NATO-s për çlirimin e Kosovës në vitin 1999. Zgjedhja e mediumit El Salto, ku foli Gashi, nuk është e rastësishme. Spanja mbetet një nga shtetet kryesore që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. El Salto njihet si zë anti-NATO. Intervista e Gashit u realizua pak kohë para ekspozitës së tij për masakrat në Kosovë me plot pasaktësi në sheshet e Prishtinës, e cila u gjuajt në bërllog, e është edhe nën lupën e prokurorisë speciale. Shënjestër.net